Kjo është rruga Gjirokastër Antigone, e cila lidh qytetin me 5 fshatrat e kësaj komune. Por pas rreshjeve të fundit të fillim vitit, rruga ka pasur një sër dëmtimesh, duke sjellë vështirësi në qarkullimin e mjeteve. Por nga ana tjetër, kjo rrugë shërben edhe si urlidhse për të shkuar në parkun arkeologjik kombëtar të Antigones. Është e pamundur që autobuset të shkojnë në hyrje të këtij parku, çka ndikon ndjeshëm në numrin e vizitorëve. Por specialistët thonë se po merren të gjitha masat për riparimin e segmenteve të dëmtuara. Nga ana e stafit të kësaj drejtorie janë marrë masa të plota, duke planifikuar në vend të 3 shpenzimet që duhen për të përmirësuar e riabilituar këtë rrugë, me qëllim që ajo të ketë parametra të plotë dhe të shpresë sa mirë të gjithë njerëzve që interesi tyre është më i madh, po edhe komunitetit, duke rritur sigurinë në rrugë si për mjetet dhe për njerëzit. Autoritetet lokal vlerësojnë se e vetmja mënyrë për të shpëtuar kulmin e sezonit turistik mbetet ndërhyrja sa më e shpejtë. Si rezultat të shirave të fundit që prekën jugun e Shqipërisë, si në të tëra rrugët rurale, edhe në këta se janë krijuar probleme, si shkarje dherash, mure mbajtës, bllokimi tombino, të cilat për emergjencë janë zgjedhur nga stafi i ndërmarrjes rrugëve rurale. Duhet theksuar sepse disa segmente të kësaj rruge janë kryer dëmtime të konsiderueshme, të cilat kërkojnë ndërhyrje për investime. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Rrugëve dhe Këshilli i Qarkut, punimet janë tenderuar dhe pritet të fillojë puna.